Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Në ndërmër vëllezër, jo rrallë njerëzit janë gjendje dhe njerëzve janë sprovë për njëri tjetrin. Besoj se të gjithë ose shumica prej neve jemi dëshmitar që këtyre ditëve të fundit është organizuar një fushat për me ndihmu një fëmijë të vogël i cili është i diagnostifikuar si i smut prej leukemisë. Ai fëmija është i Mitrovicës, babën e ka namazli, qyshin e ka namazli, familjen e ka fetare, besoj të tonë e dini për kanë është fjalla, por e po du me i bërë një trajtim çfarë më lejon mu etika si imam edhe pozicione për i cilit po flasë, se është edhe apel edhe organizimi Bashkisë Islame, që sot në gjitha xhamit e Mitrovicës me u grumbullu mjete për atë voglosh, për me ndihmu. E unë tash do të me thonë kështu. E ardhmja e ti është në dorën e Allahut fuqiplot. E ardhmja e ti voglushit është në dorën e Allahut, sikur e ardhmja e çdo njerit prej neve. Kështu që nuk më varet a kena me ndihmu na, apo nuk kena me ndihmu, a thu a ka me usheru, apo jo. E tashmja e ti, që kjo gjendja aktuale e ti është sprovë për neve. Edhe këtë puna çështu duhet me e kuptu. E tashmja e ti është sprovë për neve. Dhe gjendja e një njeriu në fillimin e jetës ti, e cila eventualisht mundet me më varë prej një përkrahje tonë, çfarë do të qoftë ajo? Fillimisht tonë mundemi me bërë lutje për te dhe e kemi obligim. Se mundë me e bërë tonë së kushton kurgja. Pastaj, kush ka mundësi me i dalë në ndihmë financiarisht, edhe kjo është një gjë jashtëzakonisht e mirë, por ti si besimtar dosh me thonë, nëse Allahu i jep ymër atij fëmije, edhe unë me 5 cent kum kontribu në shërimin e tij. Kretë punë që ka mi mund të atë në ai fëmijë, kanë me qenë në konton edhe në llogarinë tonë. Por nëse Allahu nuk i jep ymër, a thuaj kontributi jonë dhe angazhimi jonë, se edhe këto duhet njeri me e pas parasysh. Ku mbetën? Në momentin që njeriu e fut dorën në gjendë, edhe nxjerr një gjë për hir të Allahut fuqiplot. Çka ndodh me sadakon tonë të vllajnë? Allahu e pranon atë sadaka me dorën e tij djathtë, sikur se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me dy duart e tij janë djathta. Edhe e rrit, e fuqizon, e shumëfishon, edhe ç'kjo të gajja jo, ç'kjo do të me konë preokupimi yt. Pra, pavarësisht, thash, e ardhmja e tij voglushi është në dorën e Allahut, e tashmja e tij është sprova jonë, andaj ju bëj apel që kësaj fushate edhe kësaj thirrje ti përgjigjeni pozitivisht. Unë e kisha pas qef me e thonë, nëse konsideroni se është gabim ma bëni halal, po çdo njëri prej neve le ta qetë vetën në pozicionin e pritit ti, edhe në pozicionin e familjes ti. Edhe le të shikon, le ta pyet vetën, sa kisha pas qefune, njerëzit me u solidarizu me mu, edhe njerëzit me më përkrahë. Inshallah Allah i madhëruar me sharana të voglosh edhe këtë smut të muslimanëve, këtë smut të njerëzve në përgjithësi. Inshallah këtë knallegjive Allah ju dhe në tim edhe i përkrahë duajve të sërhale. Inshallah dhe juve që do të kontriboni Allah ju shpërblen